Gjatë një projekti të Ministrisë së Arsimit për të krijuar një vepër arti me mbetje të recikluara, kishin mundësi të konkurrojnë edhe nxënësit e gjimnazit të Gostivarit. Me idetë e tyre kreative, ata zgjodhen kostumin e Kleopatrës që të promovojnë në këtë projekt, i cili kërkonte paraqitjen e një personazhi nga filmat e njohur botror. Nxënëset Kaltrina Ziberi, Endrina Fejzuli dhe Merita Ismaili në koordinim të profesoreshës së tyre të artit Fatmire Veseli kanë punuar një muaj në orar të pacaktuar, duke u munduar që me çdo kusht të krijojnë diçka artistike dhe atë të përfaqësojnë shkollën e tyre në mënyrë sa më dinjitoze. Profesoresha e artit Fatmire Veseli shprehet e kënaqur me punën e nxënësve dhe thekson se janë angazhuar maksimalisht jo për çmim, por për një paraqitje sa më identike të imazhit të Kleopatrës, konkretisht veshjes së saj, me ndihmën e materialeve të recikluara. Kjo ishte një projekt nga Shkupi, Ministria e Arsimit. Ishte projekt që financonte një organizatë qeveritare e Zvicrës. Edhe konkurruam ne, na u afru që të konkurrojmë. Ishte tema që me materialet reciklume. Ne vetë zgjodhëm këtë si ide. Shkume murëm mbretreshën e Egjiptit Kleopatra, duke menduar se ka një kostum më të pasur. Nxënësit me idetë kreative të vetat, shtojshin diçka, unë normal ju ndihmojsha. Kjo ishte ajo krejt si fillim, shkuam me materialet, çfarë materiale të përdorim, se duhet të materialet vetë të saktojmë, të zgjedhim. Ata të cilët nuk e kanë kursyer mundin dhe kohën në këtë projekt, krahas profesoreshës, janë edhe vajzat të cilat edhe pse nuk morën ndonjë çmim, çmimi më i mirë për to ka qenë reagimi të pranishmëve, të cilët kanë ngelur të befasuar nga kjo vepër arti. Merita Ismaili thekson se dëshira e flakët dhe vullneti ishin një forcë shtytëse për të realizuar këtë projekt. Realizimi i gjithë këtij projekti apo konkretisht për krijimin e një kostumi nga një karakter i famshëm zgjati rreth një muaj ku ne punuam pavarësisht orarit me orar të pacaktuar. Puna ishte mjaft e mirë dhe kishim vullnet mjaft të mirë për shkak se ne kishim dëshirë që të realizonim diçka të tillë dhe pavarësisht se nëse do na kthehej çmimi apo jo, ne bëmë atë në mënyrën më të mirë të mundshme, në thëmë dha maksimumin ta. Gjithashtu edhe Endrina Fejzuli nënvizon faktin se ishin të vetmit shqiptar konkurrent në skenë dhe se pritja e publikut ka qenë madhështore. Fakti që ishim ne konkurrentët e vetëm shqiptar në këtë garë për kostumin më të mirë me mjete recikluese, ndoshta ishte arsyeja pse ne nuk mundëm të marrim çmimin e parë, por qëllimi në më i madh ishte që shkollën tonë ta nxjerrim në pah me një kostum të tillë reciklues. Me këtë rast Kaltrina Ziberi shprehet se kushti i konkurrencës ishte që materiali 75% të jetë reciklues dhe të shtjellohet në hollësi vepra e bërë nga duart e tyre. Kemi përdorur një sasi të madhe të lugëve, domethënë rreth 800 lugë, 75 metra litar, pastaj edhe kemi përpunuar në një farë mënyrë jo litarin siç e morëm. Kemi edhe 2000 rrëmojse, kemi përdorur materiale. Një pjesë e materialit është e gatshme, sepse është dashur të përdoret një material i cili do të përdoret për fustan, një material i cili do të mbante edhe lugët. Pastaj kemi përdorur edhe lugët e vogla, domethënë prej formatit më të vogël për të bërë këto detajet e ndryshme, shkopi, litaret më të holla e kështu me radhë. Profesoresha Fatmire Veseli nënvizon se një mesazh i mirë nga kjo vepër që vlen të theksohet është fakti se me mjete recikluese dhe duke kontribuar në mbrojtjen e mjedisit jetësor mund të krijohen vepra të suksesshme arti. Veshja e Kleopatrës tani qëndron si dekor në shkollën e mesme të gjimnazit dhe karakteristike është se çdo vizitor që vjen nga jashtë nuk mund të mbetet indiferent përballë së njëjtës. Ajo shërben si një motiv i mirë që nxit kreativitet edhe për nxënësit tjerë.